Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku marrëdhëniet ndërpersonale shpesh përfshin komente të drejtpërdrejta, spekulime dhe tensione, një nga momentet më të diskutueshme të edicionit u zhvillua mes Albës dhe Hygertas, duke nxjerrë në pa mënyrën se si fjalët dhe gjykimet personale mund të ndikojnë në atmosferën e shtëpisë. Incidenti filloi kur Alba i bëri një koment të hapur Hygertas, duke i thënë se Londrimi dhe Klodi janë homoseksual. Kjo deklarat, e thënë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe pa asnjë rezervë, nuk ishte thjesht një vëzhgim, por një gest që shpërtheu diskutime dhe përplasje brenda shtëpisë. Komentet mbi seksualitetin e banorëve janë gjithmonë delikate dhe krijojnë një ambient të tensionuar. Sepse çdo banor mund të ndihet i shqetësuar, i vlerësuar gabimisht ose gjykuar nga të tjerët, Hygerta, duke reaguar menjëherë, ju përgjigj me një ton të qartë, kjo duket sheshit. Ky reagim tregoi dy gjëra kryesore. Së pari, Hygerta pranoi që marrëdhëniet dhe afërsitë mes Londrimit dhe Klodit janë të dukshme për të gjithë, dhe së dyti, ajo tregoi një qëndrim më të matur dhe objektiv, duke mos e përdorur situatën për të gjykuar ose për të shpërthyer konflikte. Komentet e saj e vendosën situatën në një nivel më real, larg gjykimeve të egzageruara, por duke mos e bërë gjithçka të qetë, pasi deklarata e Albës tashmë kishte krijuar një tension perceptues mes banorëve. Ky moment pasqyron një nga tiparet më komplekse të Big Brother Kosova. Brenda një ambienti ku çdo shprehje, shikim dhe veprim është i ekspozuar, fjalët mund të shkaktojnë pasoja të menjëhershme. Deklaratat mbi seksualitetin në veçanti janë shumë të ndjeshme, sepse ato prekin identitetin dhe privatësinë e banorëve, edhe pse ato ndoshta nuk janë të pakontrolluara. Banorët e tjerë, duke qenë dëshmitar të këtij momenti, e interpretuan në mënyra të ndryshme. Disa e pan deklaratën e Albës si një provokim ose një përpjekje për të krijuar dramë, ndërsa të tjerë e pan si një vëzhgim të thjeshtë mbi